Mirëmëngjes Lili. Ashtu siç e the edhe ti, pikërisht ditën e sotme në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, në të cilën merr pjesë dhe do të drejtohet po ashtu vetë nga kryeministri Edi Rama, socialistët do të vendosin që me firmën pikërisht të kryeministrit Edi Rama në cilësinë e deputetit, por edhe të kreu të Komisionit të Ligjeve, zotit Ulsi Manja dhe kreu të grupit parlamentar Tauland Balla, do t'i adresohen kuvendit në përmjet një kërkese për ndryshime në kodin e procedurës penale, përsa i përket nenit 242. Pra bëhet fjalë për nenin 242 për pezullimin e ushtrimit të një detyre a një shërbimi publik. Referuar këtij neni bëhet fjalë për më konkretisht për pikën 2 të këtij neni, e cila parashikon kjo mas nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Kjo pikë, pra, pika 2, e cila parashikon që pezullimi i funksionit të ushtrimit të një detyre publike nuk mund të ushtrohet vetëm ndaj të zgjedhurve, në këtë rast ndaj deputetëve, por edhe kryetarëve të bashkisë, zoti Rama ka parashikuar, le të themi, që të shtoj pikërisht në këtë pikë, pra në pikën 2 të nenit 242 të kodit të procedurës penale, edhe kabinetin qeveritar apo presidentin si dhe disa organe të tjera monokratike, pra që sipas tij funksionet e tyre nuk mund të delegohen, pra referuar këtu ministrave, Këshillit të lartë të ndjes ministrave, kontrollit të lartë të shtetit apo presidentit, kryeministrit. Nga ana tjetër, pikërisht referuar këtij drafti që pritet të propozohet dhe të publikohet zyrtarisht në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, mbledhje e cila është parashikuar që të nisë rreth orës 9, por deri në këtë moment ende nuk ka nisur zyrtarisht kjo mbledhje, do të bëhet publike pra drafti i plot. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama ka mbritur pak minuta më herët në ambjente të kryesisë së kuvendit për të drejtuar. Bekim, më bëjnë me dije se ka filluar mbledhja e grupit